Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra këtu në televizionin Dugagjini. Gjatë krejt kësaj jave të hanën, të martën, të mërkurën, të ejten, e kemi pas mysafer një njeri të ndëruar, të respektuar, që shpresojmë që bëhet një super artiste. E ke mojë që një javë ditë në Kosovë. Me flia, me pite, me gjithë shka. Kur bëhet këna i farë artiste famshme, ku me dita na qanë telefonin, na javë shku të thotë, hello, nuk do këtë Vanessa si tipe. Nuk do këtë Vanessa. Ne, ishte na për me shota në shojna. Vanessa, faleminderit që ke ardhë. Faleminderit ju. Bora, faleminderit shumë. Ashtë nalë pak shivë. Shqyqër. Ka orë vera. Po, Melin, faleminderit, Julle, faleminderit shumë. Shumë i dhez në debati qartë, po, mësë na prish njerë të shkuar. Vishë të krymë sponsor, ta në vazhdo. Jo, që të sono vlosi, ti po mena që jenë ferë me Vanessa në mrema. Hajde. Faleminderit shumë për ujën miras, parfëmërin piano, automitën, lagjën Washington këtu në Prishtinë, edhe Provona Real Estate. Shumë faleminderit që jeni me neve. E këta me automitën veç kam bisedu, do thot keni ofertë për me shku në bashkë edhe me shiku me bleni makinë, kështu me zbritje shumë të madhe, edhe do t'jesh, do thot, shumë e mirë se ardhur të automita që e kanë edhe në Tiranë. Është njëra nga kompanit më të mëdhaja të, na i themi, të kerreve, të makinave, të veturave, edhe me gaz, edhe me rrym, edhe me plen, me të gjitha. Okej. Qa ke do shte... Julle këtu e boni pyte, kështu që i bojnë për parësi tash. Amo dhe përgjigje vetë, se që aty e brillant, kur edhe pyte, edhe përgjigje i për një me tama moderator, si moderator të... Jo, du mja po pytin edhe me dho mendimin tem që shumë e kom pa. Kjo është. Lëqë pytjen. A i ndrujnë a rullë? S'po ju pritet Mirlinda. Jo, në këta për parësi ty zamën. Mirlinda e ka kur do me marrë fjallën, vështë të bënë, unë jëmë të folë. Qa kësha po se me posto gjithmonë të Albini, mja bo Albini. Ej, Albin! Vesha me ta po pytjen. Jo si pytje, po një mendem. Qa pash? Unë mendoj që loja jote u penalizu, mendimi jam, kur fut, s'po mund me thonë vjera jote, po nana e Indrit. Sepse aje ke një aprovim për publikun, si kur që aprovoj gjdo gja në mesin tonë dhe të Indrit. Dhe publiku nuk, ndoshta pau që s'ka ma dinamika mes te dhe Indrit, edhe mandej t'ju penalizove në loj, edhe se, o tash me ndodh një dinamik, një mos pëlqimi i vogël, apo tim për loj, besoj që ishe qënë të i finale. Se ke pa këta? Kushte pytja? Jo, mendimi jam dhe se ka pa kja. E se ka pa që shqipjena është pytja për qiqe. Se ka po vjerën apo lujen? Hajde. Unë shumë respektimi me, se ishë shumë e mirë dhe shumë e dashme. Po, mami Indrit shumë e mirë, ashtu edhe babi ti. A telefonojnë? Kam folë me ta, shpesher, kam raport shumë të mirë. Unë jam emocionuar shumë ditën që mami Indrit ka ardhë, edhe realisht kam djerë një peshë të madhe që më ka ikur, njëtë si të vinte mami im, sepse ajo e shef me syte nënës. E situatën. Ti e kon shumë emocionume, edhe gjithë kur kom pa të vrapu, funit, shkej ka nej, do më thonë, si ajo qika e s'pëlli që më thonë, si një qikë. Si një qikë shataren, si që jetën në fshat, do më thonë, nuk di, të halakatën flokë, do më thonë, ki ekstrem emocionume. Jo, ka pëlqin shumë a i gjest. Se nuk shëke për kamera, përse ka dojke me shkë gjithë shyrë. Ka qenë shumë, isha dhe mba sfide në bashkën ato momente. Po jo, mu më pëlqej i rasti, se Po full me një farë lëj... Shumë të freskuar. Që se dashuru burë nuk ka shkremja shprej dashmani që të publikesh. Kemi respekt po publikën se vajza është e lidhë me dikën tjetër, kështu që jo, nuk e kam atë pjesë, po mu më ka pëlqy si personazh qysh i harrej kamerat, nuk e pa ta këta probleme heq edhe veç brapoj, a i ke kap shtik dhe ndura që a ke boni këtë gjithë. Kam rapor me taka. Po, jo, vërtet kam qenë shumë emocionuar, se si që thash, ajo e shef me sytë e nënës.
Edhe në ato momente jam ndjerë sikur nëse mami Indrit është e qetë, për sa i përket marrëdhënies sonë, e di që edhe familja ime është një lloj. Nuk mendoj që më ka penalizuar në ndonjë moment kjo pjesë, sepse asnjëherë se ka menduar marrëdhënien tonë si lojë. Dhe nëse kishte keqkuptime të vogla, i thoja Indrit gjithmonë që i kam shënuar në kokë, i bisedojmë jashtë, sepse nuk doja që ato gjërat tona që unë i shikoja si shumë të çmuara të diskutoheshin në sytë e kamerave për efektin e lojës për të krijuar dinamika. Veç pak. Malbora është tu aludu diçka jashtë, është tu aludu diçka për Indrin, nuk diçka është të një temë për Indrin. Zdo të Vetëm pak, lutëm, jo. Çfarë aludimi Malbora se... diçka është mrena ka thonë që nuk e kam shok Indrin, njëherë ka thonë që e njoh. A din diçka për raportin e TN2-ve sepse kom pa Malbora intervista që ka folë për Indrin. Ajo çka unë di është ajo që Indri më ka thënë përsa kone kemi qenë brenda, që ata njihen nga jashtë për ciptazi, nuk është se kanë një shoqëri shumë ngushtë, për këtë duhet pyetur, po, nuk kanë një shoqëri. Nuk e di pastaj, nuk fustuar në zjarë, sepse duhet sukseset sa ma shumë për ty. Vanessa, cilat janë planet më afatgjate tashmë për ty, si është e vetën? Tani po merrem me muzikë, jam fokusuar shumë tek këngët që kam kompozuar brenda në fermë. Dua që normalisht i jepem 100% kësaj gjëje. Jam momentalisht në Shqipëri, nuk jam kthyer në Angli mbas daljes sime në fermë dhe besoj që të vazhdoj të qëndroj edhe disa kohë. Por do përpiqem që t'jem sa më aktive në muzikë. A mendon me organizu mbrëmje? Më spori, e di që anglisht këndon, po në gjuhë tjera edhe greqisht garant këndon, apo? Italisht, greqisht? Deri më tani jo, që është e vërteta. A mo e din greqishtën, apo? Më mirë kuptoj se sa flas, por di. Përpos bashkëpunimit me Aldon, a ke ndonjë plan për ndonjë bashkëpunim tjetër me ndonjë këngëtar nga Kosova Shqipëria? Po, i kemi disa bashkëpunime. A mund ta ndash ndonjë me neve dhe publikun? Po një, thash me Adionin një. Jo, Vanessa, asnjë tjetër. Jo, Vanessa, asnjë tjetër. Me të pyet kjo goca se neve realisht në kalo për shtypje kjo që nuk e fyvë, se unë nuk mendoj që e fyvë Arbana. Ola, reagimi i saj ndaj Arbanës. A i ke reagim shumë ka qenë si protest më shumë. Po, edhe shumë i sinqert. Ola e ka shpjeguar edhe më vonë që ka qenë në momente impulsiviteti dhe plus sa po ishte larguar Adi, që për Olën aty kishte një rëndësi shumë të madhe. Kemi ndjerë ne mungesën e ti, jo më Ola që kishte raportin që kishte me të, edhe nuk ishte diçka e duhur nga Gjakova. Po, është shumë djalli jeshëm, edhe më pëlqen se shkojnë shumë, do thot kjo. Po, shumë qefti bukur. Po, puro katunar, ajo puro qytetare, edhe është sikur unë edhe nusja ime, unë jam shumë 200 karat katunar. Dhe shkojnë, qytetarët me katunar shkojnë shumë. Për Gresën se pëtëm e shku që që ke pa Gresën brenda firmës? Gresa, nuk mendoj që ka bërë tamam strategji ose loj, dhe Gresën unë e kam parë shumë të sinqert. Për strategji që e qikë s'ka pas. Edhe Gresën e kam parë shumë të sinqert, ka pas ato momentet e veta, si çdo person brenda. Si çdo person. A vlerëson ose a mendon që ki kriju shoqërime të vërtet të mira dhe të sinqerta me disa personazhe nga firma web? Po, patjetër. Edhe mendoj që kjo është fitoria e vërtet, përpos faktit që ti hyn dhe dëshiron të dalësh me zemrën, shpirtin tënd të paprekur, mos humbasësh veten. Fitoria tjetër është që ti të krijosh raporte njerëzore që do të zgjasin shumë gjatë. Do të zgjasin raportin më të mirë me disa persona. Me Sarën kam një miqësi shumë të ngushtë, me Adionin, me Olën po ashtu, me Blerinën po, jo një afrimitet aq të madh sa mund të them do jemi shoqe të ngushta, po kemi afrimitet, me Ilirin kam një afrimitet shumë të madh, një raport gocë dhe bab, po dhe me Donën, ndaj po them jam larguar nga jo eksperiencë me shumë raporte njerëzore të mira, me shumë miq.
Dhe për këtë gjë jam realisht e lumtur. Po, miqësia, në dallim me vitin e kaluar si vjet është shumë. Se harrova, kam dhe Kubën, edhe me Kubën që ka dalë shumë herë, me Jonidën, kam kaq shumë njerëz që i kam shumë të afërt. Njëri me tjetrin, domethënë edhe jeni të mbajtë shoqërinë edhe jashtë. Po, se po përmendja tani njerëzit që janë ende në lojë dhe harrova. Po producent me kënd po bashkëpunon? Ke ndonjë producent në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni? Po, në kryesisht ne punojmë në Shqipëri, por producentët në skuadrën të cilën unë jam pjesë, janë 2 producent maqedonë. Po punoj edhe me producent shqiptar, producent të Kosovës, kështu që jam gjithandej. E fokusuar maksimalisht në karrierë. Super. Por a mendon me pas edhe bashkëpunime edhe në Kosovë me ndonjë web Kosovës ose me dia? Po, patjetër. E hapur. E hapur për bashkëpunime. Shumë dafinën. E zhondrën e muzikës, a mendon që kështë ndryshuar? Për ty Kosovë, Shqipëri? Ose këngëtare? Ose një këngëtare dhe një këngëtar? Si pas teje, për shijen tënde? Okej, e kam shprehur disa herë që mendoj stili im përshtatet shumë me stilin e Alban Skënderaj. Po, stili baladave, pak këngë më emotive. Elvana më pëlqen shumë, Tajna, Dafina, ka shumë. Kemi shumë, fakt, ki shumë. A mendon që ki qëmtarë me bo ndonjë mix muzikës, fakt, jo vetëm këtë gjandër që te realisht po e. Skoçore pa e përzisi si Po zë me thunë, dikur çdo herë vazhdo me të njëjtën tempo. Me të njëjtën tempo, po në që se do në me organizu mbrëmje me diasporën tonë skoçore pa ndryshu pak. Ama jo dhe këtë medalje pej vetës. Pej vetës jo. Vanesën të e po në antarë më të kënu në përtas ma live. Vanesa, po që je pak e përzime muzikë, nuk di pse jem të e mendu që ka me qenë i bashkëpunim edhe me aktrim diqka, sepse e ki fizionomin edhe për aktrim. Po, do isha e hapur, normalisht. Nuk e kam mi po foto tua në Instagram, po thuj se janë para përstisht paka shumë janë këgja e zhandrit modele, ose fotomodele. Deri më tani jam marrë me muzikë dhe normalisht të qenit në muzikë të kërkon edhe pjesën e fotografive, videos, po patjetër që jam e hapur. Okej. Tani, kjo puna mbështetja, është vërtet që mbështetja në më të madhe njeriu për këtë profesion, për shumë gazetaria, arti, qoftë filmi, qoftë dram, media, po se po të mbështetjen nga familja ke këgja probleme i për para. Unë kam këgja mbështetjen nga familja ime, edhe për gjatë rrugtimit tim në fermë e di që ata sa herë unë kanë qarë me mua, menaxheri im sa herë, Ariani sa herë kam qarë unë, e di që ai është prekur shumë, edhe jam shumë e fatë që kam njerëz krah meje që edhe në momente të vështira janë aty për të më ngritur. Kjo është shumë rëndësishme, se përderisa publikut kanë kushdu në fakt me komente, ju të mira edhe të kanë paragjiku tjepër shumë për situatën tënde. është shumë e mirë kur është hetë që familja edhe personat që të kanë njoftë me të vërtet, kanë qëndru pranë edhe kanë bashkë ndje me ty edhe kanë mbrojt edhe dhe realisht dua pavarësisht se e ceka, dua realisht të falenderoj menaxherin tim Arianin, sepse do prekem, sepse është më ka ndihmuar shumë për gjatë kësaj periudhe që normalisht nuk është e thjeshtë mbasi ti del nga izolimi. Edhe dikush që nuk, jo veç mua, po çdo person me të cilin ai punon, nuk e shef në kuadrin e biznesit, por në radhë të parë në kuadrin njerëzor. Dhe këta janë njerëzit që unë dua të kem kravet e sime. Shumë e bukur edhe të them. Se mos po ta merr ndaj kush. Në këtë rast je shumë e fatë që je rrethuar me njerëz të mirë. Mirë, me qenë se jemi në këta minutat e fundit, tash gjithmonë na pëlqejnë këto dallimet. Për shumë ti ke ardhur në Prishtinë përpara, apo është hera e parë? Kjo është hera ime e dytë në Prishtinë. Çka të pëlqen për shembull në Prishtinë, të duket ty, me qenë se unë gjysmën e javës se kaloj në Tiranë, gjysmën në Prishtinë, a të duket që Prishtina ka shumë butësi, ka shumë njerëzillek? Ajo, atë do të thoja. Atë që do të thoja është kjo, mikpritja.
jam kënaqur, kemi qenë vetëm 2 ditë kësaj here, po edhe herën e parë që kemi ardhur, jam habit nga mikpritja, nga mënyra si njerëzit flasin, shumë e këm në tokë të gjithë, realisht. E them jo se jam këtu, po mikpritja është në tjetër nivel. Natën e mirë shqiptarë, publik i të qeni, dashur. faleminderit.